Glen, flasim pak për vllaznin dhe fund sezonin që lam pas. Duket sikur për tifozët ky ishte një sezon i dështuar në fakt. A ishte vërtet kështu? Marrë në fakt jo vetëm për tifozët, por për gjithë opinionin ishte një sezon i dështuar, nëse mund të themi kështu. Ishte një sezon zhgënjyes për gjithë opinionin sportiv, për gjithë tifozët dhe fakt ndoshta drejtuesit nuk mund ta konsiderojnë dështues dhe zhgënjyes pasi kanë arritur objektivin minimal që është hyrja në Europë, por në këndvështrimin tim gjykoj se vllaznia dhe drejtuesit e saj nuk duhet të kënaqen me hyrjen në Europë vit pas viti. Shkodër kërkohet titulli dhe ka shumë vite pritje dhe ndoshta ka ardhur koha, por vit pas viti po i shkojmë shumë afër dhe po dështojmë. Ndoshta duhet nxjerr mësimet e duhura, analizat e duhura dhe ndoshta duhet nisur tashmë puna shpejt edhe për kupat e Europës pasi vijnë për një muaj. Çfarë ndodhi që skuadra nuk e fitoi titullin kampion kur sportivisht ishte më afër se kurrë në fakt në një kampionat ku shpeshherë krijoi dhe diferencë? Shikoj, ne kemi thënë që ky grupi ishte grupi më i mirë, paktën në 6 vitet e drejtimit presidentit Alban Xhaferi ishte një grup i ndërtuar nga trajneri Edi Martini me lojtarë shumë cilësor brenda si Kastrati, Kallaku, Bismarck, Murataj, Dodaj apo edhe lojtarë tjerë, ndoshta edhe Xhini që pjesën më të madhe të sezonit bëri një sezon shumë të mirë, por në fund pati luhatjet e tij. Në këndvështrimin tim gjykoj se mungoi eksperjenca tek disa lojtarë të caktuar, lodhja fizike, por edhe presioni për ta sjellë titullin në Shkodër. Janë shumë vite dhe ndoshta edhe këmbët tek lojtarët të rëndohen dhe besoj që edhe kjo ka patur ndikimin e vet në këtë mes. Pavarësisht zhgënjimit, stafi është rikonfirmuar në fakt deri në vitin 2020. Si e shikojnë këtë sjellje të drejtuesit? Shiko, në këndvështrimin tim stafi ka bërë maksimumin e mundshëm me gjithë çfarë ka patur në dispozicion. Mos harrojmë se vllaznia ka patur edhe probleme të ndryshme financiare në disa momente dhe ndoshta edhe ajo ka patur ndikimin e vet. Gjykoj se trajneri Edi Martini ka bërë maksimumin e mundshëm pasi mos harrojmë që ka patur edhe dëmtime, her pas here ka patur edhe probleme brenda skuadrës dhe gjykoj që trajneri Edi Martini i mori maksimumin e mundshëm. A gaboi trajneri Martini gjatë sezonit? Normalisht ka gabuar sepse ka patur edhe ai gabimet e veta siç ka bën çdo kush, por gjykoj që trajneri Edi Martini nxorri maksimumin e mundshëm me gjithë dëmtimet që pati pasi le të themi këndvështrimin tim mungesat e Kastratit dhe Bismarck ishin 50% e grupit. Glen, duket se skuadra synon ta ruajë bërthamen e saj, të paktën me atë çfarë po shikohet deri më tani. Çfarë treguesi është ky për sezonin e ri të vllaznisë që pritet të nisë fillimisht me ndeshjet europiane? Shiko, ruajtja e bazës ne kemi thënë her pas here që është thelbësore. Grupi në fakt këtë sezon ka qenë shumë i mirë me 3-4 afrime, besoj se vllaznia do të jetë shumë solide, ndoshta edhe në Europë. Shpresojmë që konfirmohen edhe lojtarë tjerë, por në fakt mos harrojmë që mbrojtja duhet ribër nga fillimi, afrimet në sulm duhen, afrimet me sfush duhen, është larguar Xhini, është larguar Bajrami, është larguar Jago, është larguar Kurës me sfush, është larguar edhe Krymi tashmë nëse mund ta konsiderojmë kështu dhe në repartin e sulmit është larguar Bismarck dhe Dodaj. Pothuajse në gjithë këto reparte me sfush mbrojtje në sulm duhen afrime, i vetmi repart që mund të themi që është i plotësuar është reparti i Portës me 3 portierët Gjermanin, Pols, Jukaj dhe Bunjaj. E parë në këndvështrimin tënd, mendon se formula Final Four duhet të qëndrojë sërish në fuqi për zgjedhjen e kampionit? Tani, me informacionet që kam unë, formula Final Four vitin e ardhshëm nuk do të jetë. Nuk do të jetë formula Final Four vitin e ardhshëm dhe brenda 15 ditëve të para të qershorit do të kemi ndryshim të skemës. Ndoshta formula Final Four këtë vit dështoi, por le të themi që ishte disi më ndryshe se sa vitin e kaluar pavarësisht përgjithësimit të pikëve. Unë jam i mendimit që duhet të jetë një kampionat i rregullt për gjitha ekipet dhe ta fitoj kush ta meritoj, ta fitoj më i miri. Pak në këndvështrimin tim duhet të rikthehet kampionati i rregullt ose nëse vijojmë të aplikojmë formula të tilla, paktën ekipet të ndahen në 2 gjysma që mos ketë vend as për tolerime siç kishte në kampionatin e kaluar ku 5 javët e fundit pa frikë mund të themi u bën estradë në kampionatin shqiptar. Edhe diçka e fundit Glen, për ta mbyllur ndoshta për sezonin e ri që
nuk duhet jetë shumë i lehtë edhe për Vllaznin, se priten skuadra të traditës si Skënderbeu, shumë të suksesshme si Laçi në 2 dekadet e fundit, Tirana po ashtu pritet të përforcohet. Mos të harrojmë Teutën, e cila Teuta është do të jetë pretendentja kryesore të paktën për vitin e ardhshëm me afrimet që po bën në merkato, po shpenzon shumë para dhe le të themi që edhe në bisedimet e para të kësaj merkatoje me lojtarë ndryshëm ju ka ofruar shifra marramendse për kampionatin shqiptar. Teuta ka hedhur grepat edhe tek Vllaznia për disa lojtarë ndryshëm dhe Teuta do të jetë pretendente kryesore. Padyshim edhe ne do të jemi në atë vallë pasi besoj që Vllaznia pavarësisht se ja del ose nuk ja del, Vllaznia do të jetë sërish aty për të marrë titullin kampion. Shpresojmë që kjo pritje mos zgjas më dhe Shkodra ta festojë titullin kampion pasi realisht janë bërë shumë vite, tifozët janë shumë të zhgënjur, pa frikë mund të them që pas humbjes së Vllaznis edhe tifoz ndryshëm, moshë të tretë, pa frikë mund ta them me bindje të plot që kam parë njerëz, kam komunikuar me njerëz që kanë përfunduar edhe në spital pas rezultateve të zhgënjyese të Vllaznis. Faleminderit. Faleminderit.